T është shkurtesa për task, detyra. Kjo lidhet me mënyrën se si kryhet një aktivitet. Përshtatja një detyre ndihmon për të mbështetur ose sfiduar pjesëmarrësit individual. Ajo gjithashtu u ofron mundësi për variacione dhe për parim. Për të modifikuar detyrën, mund të ndryshoni rregullat ose të prezantoni rregulla të reja, mund të ndryshoni shpejtësinë ose drejtimin e lëvizjeve dhe mund të ndryshoni mënyrën se si pjesëmarrësit e kryejnë detyrën, si për shembull me rrokje ose hedhje, ose duke qëndruar ose ulur. Një modifikim i detyrës për aktivitetin e mbledhjes së frutave që shfaqet në ekran do të ishte lejuar pjesëmarrësit të zgjedhin se cilat fruta do të synojnë. Pjesëmarrës të ndryshëm zgjedhin objektiva të ndryshme për t'ju përshtatur aftësive të tyre dhe për t'u sfiduar. Po ashtu mund të konsideroni të modifikoni udhëzimet duke përfshirë udhëzime vizuale, taktile ose verbale. Për shembull, duke përdorur sinjale audio ose vizuale. Për ide të tjera, përdorni sugjerimet e hapave në kartat e aktivitetit për atletikën për fëmijë. Përshtatni ato për t'u përshtatur me fëmijët dhe të rinjët me të cilët punoni, duke siguruar përfshirjen e të gjithëve. Mund t'i gjeni kartat e aktivitetit në kidsathletics.org. Detyra. T qëndron për detyrën. Lidhet me mënyrën se si po kryhet një aktivitet. Për të modifikuar detyrën, mund të ndryshoni rregullat ose të futni rregulla të reja. Mund të ndryshoni shpejtësinë ose drejtimin e lëvizjes dhe mund të ndryshoni mënyrën se si pjesëmarrësit kryejnë detyrën. Shembull, rrokullisja një topi në vend të hedhjes. Kryerja e një hedhjeje nga pozicioni ulur në vend të pozicionit në këmbë. Mos harroni, është në rregull që pjesëmarrësit e ndryshëm të kenë detyra të ndryshme në një aktivitet, për atë sa kohë të gjithë të punojnë drejt të njëjtit rezultat. Shembull, të mësojnë të hedhin një objekt sa më larg që të munden. Detyra. Për të maksimizuar angazhimin e pjesëmarrësve, duhet të mendoni në mënyrë krijuese për metodat tuaja të zbatimit. Sidomos merrni parasysh metodat të orientuara drejt pjesëmarrësve, ku ata janë më të pavarur dhe marrin më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre. Shembuj të këtyre metodave janë: aktivitet i menjëhershëm. Përfshini pjesëmarrësit me aktivitete të shpejta, të thjeshta dhe argëtuese që nga fillimi. Përdorni këto aktivitete për të përgatitur trupin dhe emocionet e pjesëmarrësve për pjesëmarrje. Tregojini që atletika është argëtuese që nga fillimi. Për shembull, pyesni pjesëmarrët për idetë ose për lojrat e tyre të preferuara. Merrni ide shtesë nga kartat e aktiviteteve për lëvizje themelore të atletikës së fëmijëve. Pamja e përgjithshme. Bëni që aftësitë të jenë më të rëndësishme duke e mundësuar pjesëmarrësve të kuptojnë se si përshtaten në aktivitetin e përgjithshëm. Përfshini ata fillimisht në aktivitetin e plot, e pastaj praktikoni aftësitë specifike dhe më pas lejojeni të zbatojnë atë që kanë mësuar në aktivitetin e plot sërish. Për shembull, filloni me një stafetë ekipore prej 10 deri në 15 metra. Punoni në ekip ose në grup për të praktikuar aftësinë e përshpejtimit. Përsëritni stafetën ekipore. A përmirësoi secili ekip aftësinë e tyre, duke u fokusuar te përmirësimi i aftësive? Ju, kush fitoi? Zinxhirimi apo chaining. Lejojeni pjesëmarrësve të mësojnë ose përpunojnë aftësi specifike me ritmin e tyre. Kur janë gati të vazhdojnë, shtojnë aftësinë tjetër, duke e ndërtuar zinxhirin e aftësive që çojnë drejt teknikës së plot. Pjesëmarrësit punojnë individualisht, në çifte ose në grupe të vogla me aftësi të ngjashme. Për shembull, ndani një teknikë kërcimi me hapa të vegjël. Pjesëmarrësit shtojnë hapin tjetër pasi kanë zotruar, ata të mëparshmit. Për shembull, kërcimi me 2 këmbë në 2 këmbë, kërcimi me 1 këmbë në 2 këmbë, kërcimi me 3 hapa për kadetës. Planifiko, bëj, rishiko. Plan, do, review. Mundsojini pjesëmarrësve të përdorin një qasje zgjidhje problemesh për një aktivitet ose për një teknikë. Paraqitni një sfidë. Pjesëmarrësit punojnë në çifte ose në grupe të vogla për të planifikuar si ta zgjidhin sfidën. Testojnë idetë e tyre dhe më pas i vlerësojnë ato. Për shembull, sfidë: si grup, hedhni një vortex 5 herë radhazi në objektiv. Pjesëmarrësit testojnë teknika të ndryshme për të parë çfarë funksionon më mirë. Trajneri përdor pyetje efektive për të ndihmuar mësimin e tyre. Për shembull, çfarë bëhet me trupin tuaj për ta hedhur vortex më larg? Si siguruat që goditet objektivin? Lojra.
Përdorni ide nga lojrat, ku pjesëmarrësit kalojnë nivele ose duhet të përmbushë një detyrë për të vazhduar. Nivelet mund të pasqyrojnë përmirësimet personale ose standardet e përcaktuara. Për shembull, niveli numër 1, pjesëmarrësit përcaktojnë nivelin e tyre fillestar. Niveli numër 2, duhet të përmirësojnë kohën apo distancën e tyre me një margjin të caktuar, për shembull 5% për të kaluar në nivelin tjetër.